Robert Torricelli, ish senatori demokrat i New Jerseyt, në një intervistë për emisionin Diplomaticus, komenton informacionet rreth ndërhyrjes së Rusisë në Ballkan. Torricelli shprehet se nëse qëllimi rus është për të rritur investimet, nuk ka asgjë të keqe. Well, first, I'd hope everybody would invest in Albania. So to the extent that the Russians want to make commercial investments and help Albania. Unë shpresoj që të gjithë të investojnë në Shqipëri. Nëse rusët dëshirojnë që të sjellin investime duke arritur ekonominë e Shqipërisë dhe duke krijuar vende pune, mendoj se është e mrekullueshme. Do të inkurajoja që të gjithë ta bëjnë këtë. Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk kanë frikë nga konkurrenca. Ndërhyrja politike është diçka tjetër. Ky vend ka luftuar për një kohë të gjatë për të pasur demokraci dhe në këtë pikë nuk duhet të ketë ndërhyrje. Nuk do ta kisha besuar kurrë se Rusia të mund të ndërhynte në zgjedhjet amerikane. Po të ma kishin thënë këtë një vit më parë, do të mendoja se janë të çmendur. Faktet tashmë janë të pagabueshme. Mendoj se po të isha shqiptar, do tregohesha shumë i kujdesshëm. I pyetur se a duhet që SBA të jenë më të pranishme në rajon, Torricelli shprehet se do të dëshironte që Shtetet e Bashkuara të jenë më të pranishme ekonomikisht në rajon. Sipas tij, amerikanët janë të kujdesshëm për mbrojtjen e kapitalit intelektual, funksionimin e një gjyqësori të pavarur, mbrojtjen e pronës dhe krijimin e tregut. Investimet do të vinë, por do të kisha dashur që të kishim ardhur më herët. Shqiptaro-amerikanët kanë një rol të rëndësishëm për të luajtur këtu, deklaroi Torricelli.